përsëri një javë në qendrën e numërimit dhe rezultateve, po kryhet rinumërimi i votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Këtij procesi janë nënshtruar 914 vendvotime në gjithë Kosovën, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga verifikimi vuri re se votat e kandidatëve të numëruara në qendrat komunale të numërimit nuk pasqyrojnë numërimin e votave të kandidatëve të evidentuara në fletë votimi. Kur janë rinumëruar 556 vendvotime, diferenca është e thellë në votat e kandidatëve për deputet. Kësaj liste kurrizon Feta Paçarisi i Partisë Demokratike të Kosovës, ku pas procesit të rinumërimit del se ka mbi 6.000 vota më shumë se sa që ka marrë realisht. Pas tij është Naim Hasani, po ashtu i PDK-s që ka marrë mbi 3.000 vota fiktive. Mbi 2.000 vota pas rinumërimit del se u njashtuar edhe Kujtim Gashit e Luljeta Vesela i Kutajt. Mospërputhjet të votave janë vërejtur edhe te kandidatët për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Xhavi Tuka pas rinumërimit del se do të ketë 1596 vota më pak për shkak të manipulimit. Mbi 1000 më pak vota do t'i ketë edhe Driton Selmanaj. Anton Çunit do të hiqen rreth 500 vota e Visar Azemit mbi 400, pasi rezulton se nuk janë reale. Nga lëvizja vetvendosja deri në këtë fazë të rinumërimit del se kandidatit Arbër Rexhaj gjatë numërimit janë shtuar mbi 600 vota, që në të vërtetë nuk i kishte marrë. Rea Krasniqi e listës së kësaj partie ka një diferencë prej 500 votash mes dy proceseve e mbi 400 vota janë manipuluar edhe për Dafina Alishanin e Valon Ramadanin. Procesi të rinumërimit janë nënshtruar 914 vendvotime që i takojnë të gjitha komunave të Republikës së Kosovës. Në 10 komuna do të rinumërohen 100% e vendvotimet e në 28 komuna të tjera do të rinumërohen nga 10% e vendvotimeve. Mospërputhjet janë vënë re brenda listës zgjedhore dhe jo tek votat e partive. Megjithatë, kjo ka çënuar integritetin e procesit zgjedhor, për çka po kërkohet që të ketë rinumërim të plot.